Ndërkohë që vazhdon në Kupa e Ikonëve Vildan Tufi me gara shumë interesante, unë kam ftuar pranë mikrofonit Eloise Hetën, është pikërisht mbesa e figurës së madhe të Vildan Tufit që i kushtohet kjo aktivitet. Sapo ka përfunduar garën e kërcimit së gjatit dhe është shpallur kampione. Urim Eloise për këtë sukses, për këtë titull. Faleminderit. E kënaqur për garën, për rezultatin? Me këtë kohë, me këtë mot, besoj se po, kam prit i fije dhe me thanë ma shumë, por jam shumë e kënaqur me rezultatin. Por patjetër se shumë e kënaqur jeni sepse e fitoni këtë titull në një aktivitet që i dedikohet gjyshit tuaj. Vildan Tufi, si e kujtoni gjyshin tuaj? Gjyshin tem, unë e kujtoj si modelin, rolin tem dhe thanë kryesor, edhe ai që më ka motivu që une më vazhdu këtë sport, edhe që me dalë kampione. Ka rreth 5 vite që është ndarë nga jeta kjo figurë e madhe sportive, por në kam pas rastin ta njoh prej së afërmi, ta ndjek karrierën e tij sportive dhe në vitet e fundit në kohën kur po ndahej nga jeta ishte shumë i entuziazmuar dhe i emocionuar për karrierën tuaj sepse kishte besim se ju do të avanconit dhe tashme kjo ëndër u bë realitet. Një kënaqësi se ja plotësoni dëshirën edhe gjyshin. Po, edhe do vazhdojmë edhe me rezultate më të mira. Edhe shpresoj me titull edhe më shumë. Ju jeni edhe vajza Luan Hetës, është një mbesa e Vildan Tufit, por babi ka qenë me basketbollin, ka qenë po, edhe babi është marrë me sportin e basketbollit. Në familjen tuaj diskutohet për sportin. Sporti shkon në genen në familjen tonë. Ju ndjekin për sa afërmi, vazhdimisht e shikoj Luanin se bashku me mamin tuaj, që quhet mami? Kleida. Kleida, po Kleida dhe Luani janë vazhdimisht në çdo, jo vetëm në gara sportive, por edhe në seanca stërvitore. Janë një mbështetje ato për ju? Po, shumë, sidomos fakti që ata e gjejnë kohën e tyre me na pru edhe me na marrë çdo ditë, edhe po, dhe me na suportu, në për çdo evente që do shkojmë, ata do të jenë gjithmonë aty me ne. Ju shpallet sot kampione në kërcimin së gjati, në vazhdimsi, si e shikoni perspektiva juaj, me çfarë objektivash do të vijoni, ku synoni të mrini? Perspektiva jeme është që mendoj se do vazhdoj këtë sport, mendoj se do bëhem edhe më mirë se që jam sot, normal, edhe shpresojmë që të fitojmë edhe më shumë vende tjera të para. Përpos disiplinës së kërcimit së gjati, preferoni edhe garat e tjera? Po, për momentin, mendoj se nuk jam vendos, dhe me thonë halate një disiplinë. Edhe kërcimi i lartë është shumë i bukur, edhe garat e vrapit, por për momentin jam më shumë të kërcimit së gjati. Eloise, urime për këtë titull kampion që realizuat këtë radhë dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit shumë.